më bëu 3 pak më interesant. Më interesant. Si vjet ka pas garus mjaft, nëse ka dhe vitin e ardhshëm kështu garus mjaft, besoj që unë veç hapi gorat. Sa heri e kampion ti deri tash pikërisht në këto hedhje, në këto kërcime të kura e fshajt? Pas luftës do më thonë unë jam i vetmi që ku më arrit suksese mas shumë dhe tikon 6-7 herë jam kampion për urës fshajt, vitin e kalun kom qenë edhe 9 kampion i urës Mostarit. Ime duke ndjekur nëse do më ndihmojnë dhe kolegët e mi në regji për të sjell pamje pikërisht nga kjo traditë shumë interesante që në fakt jo vetëm mbahet në Gjakove dhe flasin mediat në Kosovë, por flasin dhe mediat e tjera, pasi në fakt është një event sa vitesh të tradicionalisht më duket ka qenë edicioni 76 vite që mbahet në si traditë 76 vite. Edicioni 76 ka qenë si vjet. Edicioni 76. Duket sikur shumë i vjetër, të paktën një nga, ta themi kështu, një nga aktivitetet sportive, nëse mund ta themi kështu, më të vjetra që mbahet në vendin tonë. The që këtë vit morën pjesë edhe, kanë marrë pjesë edhe të huaj, më duket, kanë ardhur në garë. Po, kanë qenë edhe garus nga Mitrovica, ka qenë edhe garus nga Bosnia. Ishin këta... Si vetë ka qenë organizimi pak më një. Ishin këta nga Bosnia, Bosnjak, do me thënë të huaj, apo ishin ndoshta me origjinë shqiptare? Bosnjak. E ata morën ndonjë vend? Po, në kërcim në këmbë kanë marrë nga ura vendin e dytë, mos gabofsha dhe vendin e tretë kanë marrë nga kërcimorja. Si shkoj kishte edhe ndjekës ata që vinin dhe i bënin tifon një farë mënyre, ju përkranin kishte aty? Po, normal, ata shumica edhe vinë edhe për mu, normale. Po, gjithçka shkoj mirë, mos i spat lëndime se tena është çaja kryesore, mos më lëndu garus. Tjera ku shkon pa lëndime, atër është organizimi shumë i mirë. Pse thua lëndon garuesit, ka pasur vitet të tjera lëndime? Po, normal, lëndimit janë gjithmonë, se nalësia është shumë e madhe dhe lëndimit janë gjithmonë ekzistojnë. Po ma shumë me ndamje të frymjes, do më thonë kur bjen kontaktin me ujë, që të mund me ta nda frymën pak, po mund me pas edhe lëndime tjera. Pra të arsye quhet edhe sport ekstrem. Taman është një sport ekstrem, do të me pas shumë ta quajmë kështu me mendu mirë përpara se të hidhesh aty. Ti vetë tek kjo urë, a hidhesh edhe ku nuk është dy gushti për shembull dhe ku nuk është ky aktivitet? Ose a lahesh aty ti për shembull? Aty shkoj në çdo javë, po para 2 javëve ku më kërcy kështu për qef. Për qef. Po i provë. Me kom pa që ka shku shumë mirë edhe im koni përgatiten edhe kom di që vendin e parë e marrë gjithçysh. Sa metra është dhe përsëri quhet tek stili dallëndyshe apo si ishte këtë radhë? Po. Gjithmonë do të më qenë Stili dallëndyshe është në lartësia. Lartësia sa është aty? Lartësi aty është 20 metra, uji ka qenë 5 metra e 20 diçka. I fell. Ka qenë çdo vit kështu, sepse zakonisht edhe lumejt kemi parë që ka edhe ulje apo ngritje të shtratave të tyre. Këtë radhë ka qenë normale, flasim për metra thellësia e zakonshme? Po, normale. Si të mos për neve dallëndyshe që kthejmë është e mjaftueshme se në 1 metër nuk him më tepër në ujë. Florid, më shpigo pak të punën e dallëndyshe, ne që nuk marrim vesh për shembull, edhe hidhemi, por ne nuk dim të hidhemi si dallëndyshe. A mësohet kjo që kur je i vogël, që kur je i ri, apo kam gjasa ta mësoj dhe unë në këtë moshë që jam? Gjithkosh mundet me mësu, amo kjo është për zvoglimit, do më thonë kur e ki në qef, diçka mundesh me arrit pa të mësu kërkosh heq. Mundesh. Unë këto kthime që i kom bëu, unë musëm kam mësu kërkosh, unë i kom mësu vetë. Po tash të mos jena si klub, si organizat, në ata shi mësojmë edhe të rritë edhe i jepëm për kraj edhe mujnë
arritë edhe suksese. Ti ke sport shumë i veçantë, që lyp shumë për kushtim. Duhet më marrë me natë, duhet më marrë me fitness, duhet më i përkushtu shumë kohë, e duhet koncentrim, guxim, gjitha janë bashkë me këtë sport. Deri tani, cili është titulli më i madh që ke marrë, flasim nga lartësia që je hedhur, nga kërcimi që ke bërë? Titulli ka qenë vitin e kaluar në Mostar, mas 44 vite ke marrë pjesë si shtet i Kosovës, dhe ku arrit me marrë vendin e dytë me pikë barabarta me vendin e parë që kanë marrë. Pikë të barabarta. A mbështetet ky sport ekstrem? A ju mbështesin nëse flasim për institucionet tona? Duke qenë që është një sport ekstrem, por që zhvillohet tash shumë vite, po shkon afër një shekull, është 76 vite. Po. Në thonë drejtën ajna të pritë edhe për krajnë për ministrisë, se në datën 8 edhe 9 kina më marrë pjesë edhe në Jajce edhe në Sarajev, janë 2 gara atje, jena të pritë edhe përgjigjen nga ministria që na përna që më shku me përfacu Kosovën atje ajo. Po e dim që do t'jetë në Sarajev për pas pak ditëve, do jeni ju përfaqësues i Kosovës, do t'jetë në një tjetër nga Kosova, apo jo? Jo, vetëm unë jam, për momentin. Do t'jeni vetëm ju. Më thuaj paksa si janë ndjenjat, do ta marrësh atë vendin e parë, si e shikon veten të përgatitur, përveç se flasim gjithmonë fizikisht, që ti je një veten, përveç se mbështetja që e the që në fakt vazhdon të jetë një ankesë. Me të thonë drejtën atje ma kanë frikën të gjithë garuz që janë atje, për atë arsye bile këta që ma kanë qu ftesën janë Sarajevës. Po? Vitin e kalun ma kanë qu ftesën për 90 ditë, edhe ku marrë pjesë edhe në Mostar dhe ku mëson vendin e dytë atje. Si vjetë ma kanë qu ftesën vetëm për 6 ditë. Vetëm për 6 ditë? S'ma kanë jep mundësim për më shku me marrë pjesë. S'ma kanë jep mundësim më shku me marrë pjesë Mostar. Për para një natë shumë i madhë dhe... Po ndoshta ndikon se sportistët e duan pak të keni natë, po s'patën natë nuk fitojnë, ndoshta të ndikon në mënyrë pozitive të këti, për të fituar, pse jo, pavarësisht të tjera problemeve. Më thuaj paksa për shembull, kur bëhet një aktivitet i tillë, një sport të tillë, a bëhen prova? Për shembull, para 2 gushtit, a ke bërë ti prova të gjithë ata që morin pjesë në kërcimet e kura e fshajt, apo direkt atë ditë? Po, kam bo prova, një garuz ka qenë që s'ka bo prova, edhe më thonë drejtën ajo u lëndu pak ma tepër si sa duhet. U lëndu, Pra, nëse nuk bën prova, ka lëndime. Po, normal, ato janë gjithçysh lëndimet nëse nuk përgatitesh para vaktit se duhet më ushtru shpinën, trupin, duhet më forcu trupi dhe ku të bjen në kontakt me ujin, se nuk është edhe bashkë qashtë letë. Do më thonë nuk më merë pjesë gjatë gjithë vitit edhe me shku me marë pjesë për herë të parë në 20 metra nuk është e letë. Jam shumë kurioztar të di cili ishte më i moshuari në moshë aty që mori pjesë. A kemi ne për shembull sportistë ekstrem që i kanë disa vite, ose a kemi ne dikën aty që hidhet nga kjo urë që mund të ketë sa vetë edicioni 76 vjet? Me thonë drejtën Kujtim Gurani ka qenë gjadat e 3 vjeçar ku ka kthy nga ura fshajt, tash për disa para 2-3 vjetë. Okej. E këtë radhë kishim dikën që ishte më i moshuar? Garuz? Po, garuz që kanë marrë pjesë që kanë qenë pak më të më shumë, kanë qenë Shkelzen Goqi dhe Ardian Marina. Dëgjova dhe lexova që ka qenë një fëmijë aty në gara, po si ishte? Po, ka qenë një 5 vjeçar, është Ajnipi Gonxhe Gjies, kampionës Kosovës që ka marrë pjesë nga ura fshet. Është hedhur dhe ka kërcy dhe ky djali ka që vogël, 5 vjeçar? Po, nga 5 metra. A i dhap në një titull apo jo? Po, ja dham, bele japa unë e kupën teme, më të pëndaj. Sa mirë, ti në çfarë moshi ke kërcyer për herë të parë tek ajo ura? E mban mend? Po, e mbaj mend shumë mirë, ka qenë mosha 17 vjeçare. 17 vjeçare. Ke kërcyer natyrisht si
Si garues apo për qef në atë mosh? Jo, për qef, kum shku me shok edhe kum pas qef gjithmonë me këty, po s'm kanë lënë shtëpisë sepse unë kom qenë gjithmonë, domethënë vish djali i vetëm, djala streti. S'kam pas qef më marrë me këtë sport ekstrem, po unë kum dashur shumë edhe kum qy për të parë dhe kum pas të ndihme kështu dhe kum bë foto, s'kum mujt mi kallzu shtëpisë, kum çu foto, ne kum thonë sa bukur ka këty çka djali. Su shek e mirë. Tha po shumë bukur dhe ati mos gabon me këty, thash po unë jam. Atër e patëm te kalu. E sot, çfarë i thon këtij djalit, shtëpia, familja, prindërit, çfarë të thon sot? Më thonë drejtën Allah, kanë atë frikën edhe kur s'mujnë më ardhme po aty live. Kanë frikë, nuk vjen askush nga familja. Mos vjen dikush e nuk të tregon më pas, nuk të thotë se ndoshta ndikon tek emocionet e hedhjes. Po jo, dhe me thonë drejtën kam pasur edhe herë me motra, me nonën, me babën në krejt. Okay. Kur dola pi ujtë nisën krejt do kuaj, thash mos hajde kur mo. Mirë, gara radhës do t'jetë në Sarajevo apo jo, apo e gabova? Në jajtë, se është me datën 8 edhe me datën 9 është në Sarajevo. Okej. Të urojmë shumë suksese. Nga 18 metra janë 2 garat. 18 metra. Suksese dhe ti e din, duam që të kthesh kampion edhe atje dhe besoj në këto momente që na ndjekin ata që kanë sy dhe vesh dhe kanë edhe fuqi për të ndihmuar një sport të tillë, aq më tepër. Do ta ndihmojnë Floridin e të gjithë garuesit, të gjithë ata që duajnë këto sporte ekstreme. Pyetja e fundit që kam për ty, duke të falendëruar më pas, ke provuar ndonjëherë të hidhesh nga ura me dikën në qafë? Ja, nuk. Ja, nuk bë. Po akrobacione kum bë. Okej, ke bërë, por nuk, okej. Mirë. Në gara, kështu për qef, akrobacione bën, por në gara janë ca rregullat të tjera. Florid, faleminderit shumë, të përshëndes dhe të urojmë sukses në të tjera gara, ato që janë ndërkombëtare, natyrisht do të gëzoheshim, po të shikonim kampion përsëri. Faleminderit shumë edhe për telefonat. Gjithë të mirat.